është bërë tashmë pjesë e debatit publik se çfarë po ndodh në Trepçë dhe rreth Trepçës. Edhe kemi duke dëgjuar qëndrime të ndryshme edhe nga vetë përfaqësuesit e qeverisë karshi kësaj çështje, pra duke se ka një mos pajtim brenda qeverisë se çfarë duan të bëjnë në Trepçën. Mirë po gjithsesi ne e dimë që në qeveri ka kaluar një vendim i cili më ton ta ndryshoj ligjin për ndërmarrjet publike, ta plotësoj atë, siç është nga ministri, duke e shtuar Trepçën, duke shndruar pra Trepçën në ndërmarrje publike. Është e qartë se kjo qeveri ose një pjesë e kësaj qeverie duan që ta përfundojnë mandatin e tyre në pushtet, duke u marrë me Trepçën dhe duke marrë vendime të rëndësishme për Trepçën. Konsideroj që së pari këto vendime, për shkak të mungesës së debati publik, edhe për shkak të mungesës së informimit të shoqërisë në Kosovë për atë se çfarë duan të bëjnë me Trepçën, janë vendime megjithatë të ngutshme. Tash ministri mund të thotë që kemi pritur 15 vjet, pra nuk është të ngutshme, por unë mendoj që vetë procedimi i kësaj është i ngutshëm, aq më tepër kur është i nxitur në farë mënyrë nga një debat në kuvend dhe është pastaj si vendim në shpërputhje me atë rezolutë që ka nxjerrë kuvend. Pra është në shpërputhje të plotë, sepse ne po flasim për dy gjëra të ndryshme këtu. Po flasim nëse duam ta bëjmë Trepçën siç ka kërkuar kuvendi, si ndërmarrje të veçantë publike me një ligj të veçantë, i cili nuk do të nënshtrohej ligjit edhe logjikës aktuale të trajtimit në ndërmarrje publike, apo thjesht duam ta shndrojmë Trepçën në ndërmarrje publike, pra për ta nxjerrë atë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe për t'ia vënë në duart të qeverisë. Natyrisht që në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, aty ku është dhe si është, Trepça nuk është mirë. Por unë jam mëse i bindur që kësaj qeverie, po ashtu, Trepça nuk do të qeveriset mirë. Formalisht mund të thuhet që ky hap është i mirë. Dhe këtu besoj të gjithë jemi dakord. Pra po të lihet Trepça nën ligjin aktual dhe nën qeverisën aktuale, atëherë Trepça rrezikon me likuidim, siç e thotë edhe ligji për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara, pjesë të cilit është edhe Trepça. Mirë po, ky shndrim i Trepçës në ndërmarrje publike, pa e pasur të qartë një plan paraprak se çfarë duan të bëjnë me Trepçën, atëherë edhe ky i bart rreziqet e veta në vete dhe natyrisht që është vështirë që të çmohet si hap, për shkak se nuk po di se çfarë duhet të ndodhë me Trepçën. Ne mendojmë se lëvizja e vendosur që është domosdoshme që Trepça, për shkak të rëndësisë që e ka për zhvillimin ekonomik të vendit, për kohezionin shoqëror të vendit dhe përgjithsisht për sovranitetin e vendit, duhet të trajtohet si ndërmarrje e veçantë. Nuk bën të lejojmë në asnjë mënyrë që Trepça me kësi ngutije të shndrohet në ndërmarrje publike dhe të vihet 100% në menaxhim kësaj qeverie, duke e pasur parasysh edhe historikun që kjo qeverie ka me menaxhimin e qeverisë në ndërmarrjeve të tjera publike. Çështja e dytë që duhet të bëhet pjesë e ligjit është që minjerat, metalurgjitë dhe industria kimike të organizohen në ndërmarrje publike dhe në asnjë mënyrë, por që këto në asnjë mënyrë të mos privatizohen as të koncesionohen. Çfarë do privatizimi apo koncesionimi i minjerave dhe metalurgjisë do ta shkatrojnë Trepçën. Sheheni sot debatin që po ndodh në Shqipëri për koncesionimin që janë bërë minjerat atje dhe qyren e gjendjen e minjerave në Shqipëri pas koncesionimit. Pra në këtë drejtim konsideroj që ato që po i thotë zëvendës kryeministri Pacolli, edhe që i ka thënë edhe ministri Fadil Ismaili për tendencën e koncesionimit të pjesëshëm, të përkohshëm e kështu me radhë të Trepçës dhe minjerave të saj, do të ishte fatale për Trepçën, pra do të ardhurtin Trepçën nga harta e minjerave të Kosovës. Detyrë primare konsiderojmë është që të vazhdohet hulumtimi në brezin mineral të Trepçës, si dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe aplikimi i teknologjive dhe pajisjeve bashkëkohore në to. Pastaj rehabilitimi dhe ristartimi i kapaciteteve ekzistuese, i cili do të mundsonte rritjen e prodhimit të elektrolitit të zinkut dhe po ashtu të ndërtohen kapacitetet e reja që të arrisnin prodhimin e plumbit. Këto janë të domosdoshme në mënyrë që Trepça si minjerë dhe si metalurgji të kthehet në namin që e ka pasur dikur ekonomik edhe organizativ. Po çka është po ashtu domosdoshmërisht që duhet ndodhë është edhe që shteti duhet të stimulojë dhe inkurajojë dhe të marrë pjesë aty ku ka nevojë në investime në kapacitetet përpunuese dhe të garantoj njëkohësisht furnizimin e këtyre kapaciteteve me metale cilësore që nxirren dhe përpunohen në Trepçë. Pa këto kapacitete përpunuese, prap Kosova do të përfundoj në industri nxjerrëse, pra që është një shkallë më poshtë se sa industritë moderne të përpunimit të metaleve dhe resurseve tona që i kemi dhe për cilat duhet të përfitojmë. Një faleminderit.